Socialistët pra propozohet në Nadra Shqiqi. Nëse propozohet edhe fiton në Nadra Shqiqi, aja bëhet praktik kushtetuese dhe kjo duhet, sipas mendimin tim, duhet me kalu. Arsyeja pse? Nuk mundet një deputet ose një kryetar me ta blloku një organ vital, në të cilën ngaj derivojnë qeveria, presidenti, kryetarët, krye prokurorët, pastaj derivon pastaj gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Nuk mundet të marrë një individ ty me ta blloku këtë institucionin vital tjetër. Vendimi i gjykatës e bllokon apo jep mundësi, si u thatë, te presja aty shkruan është të qartë, nuk u zonë, edhe shkele kushtetuese bojnë veç presidenti edhe kryeministri. Por jo, edhe nuk pas një organ që e shty një deputet me votues. Tek e fundi mos nuk shu templi i demokracisë parlamenti, vjen për te lezikës. Si e komenton mendimin, e hap rruga apo veç me komplikon për shkëndrejt një blokadë edhe një se këtu sa zbavaki profesor. Vendimi i gjykatës. Sot bëhen një vjet për në shkurtë profesor s'kena institucione. Vendimi i gjykatës i ka trajtuar gjërat të cilat i din të gjithë. Nuk shen, a i komplikim, profesor? Jo, absolutisht. Që ka thonë gjykata? Summa summarum, gjykata ka thonë me vendimin se i takon, dhe me thonë, grupin më të madh parlamentar serb me propozu. Pik. Profesor, sot është bërë certifikime, sot është i nënti. E dim si deri me 5 mars, në ora 12 natës, bazë kushtetutës Republikës Kosovës, duhet mi abo për hajrë presidentit ose presidentës 3. Sot është i nënti. Nuk e dim kur do t'jeret seanca e radhës. A do t'jeret në tajten, a në premten, a në shtunën, a në djelen, a në hanën. A fati kohor po hecë. Qka nëse deri me 5 mars nuk e zgjedhin presidentin për shkak konteksteve, problematikave, nëse nuk do të kjo gjykatë prap lista sërbesion gjykatë kushtetuese, lëndë nëse nuk votohet në kryetari. Profesor, i kemi pas që ka ndodhë, sot thash, ironikisht, sot bo një vjetë për në shkurtit, profesor, kena po zonat ma të pa imaginushme. Tash i kemi dy vizione, dhe me thonë, një është i papritur. Vizioni i parë është mu reciklu situata. Nëse reciklohet situata, dhe gjatë fitan, për shembull, nuk mund t'i konstituohet parlamenti, nuk kem qeveri, me 5 mars i del mandati i presidentës. Kjo quhet përmbysje e shtetit. Nëse deri me 5 mars nuk i zgjedhëm sigurimin e institucionet edhe këto, quhet përmbysje e shtetit. Për mua po. Kush janë fajtorët? Fajtorët janë partitë në parlament që janë fajin më të madhe ka VV-a, e dyta PDK, e treta LDK, e katëra Alianca. Mbas peshës dhe numrit të deputetëve. Peshuni përmbysje shtetënore. Po, kjo është përmbysje. Shkatërrim shteti është. Qka ndonë nëse deri me 5 mars në aspektin juridik nuk e zgjedhëm, po vazhdojmë thash, se tash e na mësu. Se cila lonë drejt gjykatës, nëllet kuvendi nuk zgjedhët botaj. Dëgjëm, unë e thash këto nëse nuk konstituohet parlamenti. Nëse nuk konstituohet parlamenti, apo kupton, se pa parlament su zgjedhët presidenti, as qeveria. Nëse konstituohet parlamenti, konstituohet qeveria, tani ka një fardere, kjo nëse nuk zgjedhet presidenti, është një fardere e funksionimit të shtetit. Por nëse nuk konstituohet parlamenti, nuk konstituohet qeveria, edhe nuk zgjedhet presidenti, atëherë shkojmë deri një përmbysje. Profesor, a nuk komplikohet pikërisht edhe këtë situata? Do më thonë, drejt që ne kompleksojmë në kanjene. Pikë çuditën menoj që ne çuditëm, si tonësi, si shoqëni. Profesor, a dim që ku nuk zgjedhet presidenti, automatikisht pozitën e presidentit, ushtruesin detyrës presidentit në merr parlamentari. Tash pas vendimit fundit i bjen që ky është antikushtetues për shkak të rashisit e kësaj. Shtrohet pyetja, ku shkon, kush e merr udhëhecën e detyrës, pas qeveri, pa institucione, pa kryeministër, pa president, me një ky parlamentar, i cili konsiderohet pas këtij vendimit jo kushtetues. Kush? Shikoni, në aspektin kushtetues, do të thonë edhe ligjor se çështjet e kryeministit në detyrë rregullohen me ligj, jo me kushtetutë. Do të thonë, kurse çështjet e kryeparlamentarit rregullohen me kushtetutë. I kemi edhe 3 sekonda. Kryeparlamentari është ushtrues detyre me zavencin derisa të vjen kryeparlamentari i ri. Edhe ky që është kryeparlamentari, ky duhet me marrë detyrën e presidentit. Dimal Basha. Profesor, Musumjet Kurçet, profesor me falenderu për sitarin, disponimin e gatshëm marrë në studio me zgjidhje polemika që kanë vazhduar tashën në muj karshiosh shumë tjerëve. Faleminderit shumë për kohën konsideratën. Faleminderit nga ju, faleminderit. Faleminderit shumë. Respekt. Patriota kishte krejt se për këtë emisionin personte. Musumjet Kurçet, përveç se mi uru natë mirë, zënd mirë, ëndrat mira, milion takim prap nesër. Deri nesër u pafshëm e unifshëm
me lajme të mira, ma në fundi kemi certifikimin e zgjedhjeve, me të dhënë po nga dishmeria, edhe të shohim që është